familja është shumë e gjerë, shumë e Po, thellë me një tretim të mirë, një mbarohet një shtazani me sukses. Edhe bashkë të themi këto, do më thonë, se tash çfarë terapie ose çka duhet me ba, do më thonë, detyrë e jona ose ginekologut, nëse kemi indikacione për me ba analizat e trombofilis, kuptohet që do më thonë duhet me ba, dhe kuptohet jam shumë dakord, nuk ba, do më thonë vetëm 5 elemente aty, po janë disa elemente që duhet të më trajtose, se secila sigurisht, secila panelin e ka dhe secila prej tyre ka vlerën e vet dhe rëndësinë e vet, numër 1, po dhe secila prej tyre trajtohet në atë mënyrën adekuate. Në atë moment ku mu më dalin faktorët e trombofilis, cilat prej tyre do më thonë dalin pozitiv, ose kam, si që përmeni doktorisha, mutacione ose defekte genetike, që to besoj që e kuptojnë, defekte genetike cilat janë apo qysh janë, do më thonë une automatikisht konsultona me hematologun. Hematologu është, do më thonë, aj që ka në bazë analizave të cilat do rezultateve, do më thonë, e përcaktojnë, që gjatë shtazanis, një shtazane ka me përdor për shembull, ose për shembull